Para apo pas ngrënies, kur është koha e dur për të pirë ujë? Trupi i njeriut humbet ujë në çdo moment, madje edhe nëpërmjet frymës. Rrjedhimisht pirja e ujit është një rëndësie madhore për hidratimin e organizmit. Trupi e përdor ujin në çdo qelizë, organ ose ind, jo vetëm për të rregulluar temperaturën e brendshme, por është i mirë gjithashtu për të mbrojtur çdo funksion. Deri më tani, ekspertët e shëndetit kanë rekomanduar pirjen e të paktën 8 gotave me ujë në ditë. Sigurisht që pirja e 8 gotave në ditë në të njëjtën kohë është e pamundur. Por a e dini kur është koha më e mirë për të pirë ujë? Uji duhet të pihet menjëherë pas zgjimit, uji duhet të pihet përpara një vakti 30 minuta përpara se ta konsumoni atë, uji duhet të pihet përpara se të bëni banjo, përpara se të flini, në oraret e duhura të pirjes së ujit duhet t'i ndani gjithashtu dhe t'i alternoni që të mos u bien gjatë ushqimit tuaj. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos